tjera pra është bombardu. Po. Plus se ekziston një agjendë ndërkombëtare për të vrarë cilësinë e shijeve muzikore tek njerëzit. Ekziston një agjendë e tillë. Dhe është pjesë e projektit të madh të idiokracisë madhe. Dhe po ta shohësh nuk është problem shqiptar. Problem kudo. Do të ka rënë aftësia e njerëzve për të perceptuar gjën e bukur. E kanë vrarë. Por rritet shumë mediokriteti. Mjafton të bësh i kanë 30 sekonda që të bëhet meme, s'kena bëj me çuditje. Ira atje në TikTok, edhe bëhet hit ajo. E fort. Nese, ne prap të bëjmë atë që kena qef me bo. Kokrën e qefit to. Bëjmë muzikë si për qef, që kanë bëjë gjimon. Pasaj, kush ka qef? Tok në edhe playback më pse jo. Do e gjemë dhe atë këngëtare Luna, do t'a vem atje, do t'a bëjmë shumë do t'a bëjmë një posta nga të të Unë qasë e pare hëngra. Ashtu. Kërkova Lunën, ku ishte? Kush Luna? Luna është. Po haki bëjmë mund tali dhe... Ore, mosu abit të vinë një kërkesë nga gazetarë të Argentinës tojnë, ore... Luna. Dua të komunikoj me Lunën. Luna. Edhe qikë se e bëjmë kështu, e blejmë një robot edhe të një kjo është Luna. Edhe këno me gjimena e. Do nezëm vjetë cigare. Një këshill për audientët, japu një këshill si jashtë. Mos pini cigare? Jo. Si bët datë. Futuni të ky kanal, edhe shifti këngën e parë që u del tek me shikuara. Kështu i bie tjetë, si i gjen ata me të parën? Te kanali del, sa ju ke kanali del është e para që del si... Kur ta dëgjoni do më kuptoni. Shqip një foton, se ju për ju të req foto, kam vanë foton e Lunës aty, nuk kam vanë foton time, a ku brënë? Kështu që...